dashur student, të dashur alumni të Universitetit Prishtinës, të nderuar të pranishëm, zonja dhe Sofi, jemi mbledhur këtu mes profesorëve dhe studentëve në javën e parë të këtij viti akademik dhe nuk është rastësi që pikërisht vititori, dita kur ju keni filluar vitin tuaj akademik, është përcaktuar si dita e studentëve. Nga njëra anë me peshën historike të vet, nga ana tjetër me emrin e studentit mbakësit kyç e subjektit të ngjarjes së bindjes e të historisë. Të nderuar pranishëm, më lejoni të flas përveç si kryeministër në detyrë dhe si student i këtij universiteti. E shoh veten si njëri i afërt dhe njëkohësisht i lidhur me të shkuarën e po ashtu të ardhmen e këtij universiteti. Që nga themelimi i universitetit nuk ka ngjarje që të mos e ketë zanafillën e vet apo në përmbajtjen e vet emrit të studentit. Universiteti u themelua për të pasur kuadra profesionale dhe partës të universitetit. Ai shërbeu si mënyra më e lartë e protestës ndaj okupimit të sundimit, duke treguar se dia kur bëhet ndërgjegje është gjithmonë akt i jetës. Universiteti e ndan historinë tonë në dy kohë, Prishtina para dhe pas Universitetit të saj. Dhe po kështu fati i Kosovës është një pandarë dhe fati i Universitetit të Prishtinës. Andaj drejtohen rektorit dhe profesorëve me imperativin Universiteti Hasan Prishtina duhet të jetë domethënia më e madhe ndërkombëtare e Europës. Është detyrë ta bëjmë këtë universitet më të lartë në botë. Sepse asnjë universitet tjetër i rajonit nuk ka pasur një arsye të tillë të ekzistencës politike dhe publike si Universiteti Hasan Prishtina me qenien publike të Republikës. Diçka thelbësore nga përkufizimin e universitetit, por edhe arsyeja e dytë se përse na kërkohet të bëjmë shumë të suksesshëm për këtë universitet, është vetë studenti si pikëprerja midis intelektualit dhe qytetarit.